Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 25 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. –25 qershor. Ngjarje 1847. Robërit zezak të liruar nga SBA-t, themelues të Liberisë, shpallën këtë shtet të Afrikës Republikë të Pavarur. Në të njëjtën ditë të vitit 1862, Liberinë e njohën edhe SBA-t. 1950. Me një forcë ushtarake prej mbi 100.000 trupash, Korea Veriore sulmon fqinjin e vet jugor, duke filluar në këtë mënyrë edhe zyrtarisht luftë ndërmjet dy Koreve. 1963. Lindi ylli britanik I rokut George Mitchell. 1975. Mozambiku shpall pavarësinë nga Portugalia. 1985. Policia britanike arreston 13 persona për lidhjet e tyre me Iran kryengritëse, e cila kishte filluar një fushat masive të bombardimeve në vend. 1991. Slovenia dhe Kroacia shpallën pavarësinë. 1993. Kim Campbell I jep betimin si kryeministre e parë femër e Kanadas. Lindje 1852. Lindi Antonio Gaudí, arkitekt spanjoll. 1858. Lindi Georges Courteline, dramaturg francez. 1860. Lindi Gustave Charpentier, kompozitor francez. 1864. Lindi Walter Hermann Nernst, kimist dhe fizikant gjerman. 1903. Lindi George Orwell, letrar dhe eseist anglez. 1925. Lindi Robert Venturi, arkitekt amerikan. 1926. Lindi Ingeborg Bachmann, letrare austriake. 1936. Lindi Recep Qosja, shkrimtar shqiptar. 1961. Lindi Richie Gervais, komedian, moderator I radios dhe aktor britanik. Vdekje 1533. Vdik Maria Tudor, mbretëresh franceze. 2009. Vdik Michael Jackson, këngëtar, autor, kompozitor, koreograf, valltar amerikan, I quajtur ndryshe King of Pop, mbreti I popit. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Robert Ndrenikës, I cili është një aktor mjaft I njohur shqiptar. Ai ka lindur më 10 janar në qytetin e Vlorës në vitin 1942. Ai u emërtua artisti I popullit në vitin 1988. Në vitet 60 deri 64 ka studiuar për aktor në shkollën e lartë Aleksandër Mojsiu. Nga ky vit deri në vitin 1970 ka punuar si aktor në teatrin Skampa të Elbasanit. Në vitet 1970 deri 1974 ai punoi si aktor në teatrin Institutit të Lartë të Arteve, më pas në teatrin kombëtar, derisa doli në pension. Dramaturgjia kombëtare ka qëndër aktorët që ka pasur ngarkesën më të madhe në teatr dhe kinematografi. Nga dramaturgjia kombëtare midis të tjerash ka interpretuar Besa e Sami Frashërit, Ura e Minosh Jeros, Prefekti I Besim Levonjës, Familja e Peshkatarit e Sulejman Pitarkës, bashkë me agimin e Kol Jakovës, midis dy njerëzve e Kiço Blushit, Skënderbeu I Letshllakut, Generali I ushtrisë së vdekur dhe stinë e mërzitshme në Olimp të Ismail Kadares, Lumbi I vdekur I Jakov Xoxos, Fytyra e dytë dhe shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylo e dritur Agollit. Dramaturgjia e huaj. Nga dramaturgjia e huaj mund të përmendim Shumë zhurmë për asgjë, Nata 12 dhe Zbutja e krene së Shakespeare-it, I Sëmuri përmend dhe Kopraci të Molierit, Udha e largët e Abruzovit, Dashuria e tij dhe Kohutit, Arturo Ui e Brechtit, Vdekja një komisioneri e Millerit dhe mja vepra të tjera.
Kinematografia. Në kinematografi ka interpretuar mbi 30 filma, midis të cilëve mund të përmendin Horizonte të hapura, I teti në bronz, Kapetani, Shtigje lufte, Në shtëpinë tonë, Koncert në vitin 1936 e të tjerë. Ndërimet. Në vitin 1979 I është akorduar titulli Artisti merituar dhe në vitin 1988 titulli Artisti popullit. Është nderuar me kupën për aktorin më të mirë në Festivalin Kombëtar të Teatrit në vitin 1994 për rolin e Dispetes në shfaqjen Magjia e Madhe të De Filipos dhe në Festivalin e Filmit të vitit 1979 për rolin e prefektit në filmin Koncert në vitin 1963. Gjithashtu është nderuar me titullin Nderi I Kombit. Pedagogjia. Për disa vite ka punuar si pedagog I mjeshtrisë aktore dhe fjalës artistike në degën e aktrimit në Institutin e Lartë të Arteve. Tani do të kalojmë në rubrikën Edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave të një minerali mjaft të rëndësishëm për trupin ton, I cili është kaliumi. Kaliumi rregullon procesin e mbajtjes së ujit në inde. Ka një veprim pozitiv në qarkullimin e gjakut dhe zemrës. Ai favorizon aktivitetin mendor, stabilitetin e tensionit arterial dhe jep energji organizmit. Dhe mungesa e tij sjell një gjendje hipoglicemie. Nëse keni mungesë të kaliumit, ato mund ta gjeni në këto produkte: mish, qumësht, peshk, perime, fruta e mollë, patate, agrume, pjepër, hurma, shalqi, zarzavate me gjethe jeshile, banane, kos, spinaq, fruta të freskëta, thjerza, ara, bajame, hurma arabie dhe tek bananja. Ai është mjaft I nevojshëm për zemrën dhe flukset nervore. Kaliumi luan një rol thelbësor për kontraksionet e muskujve dhe të zemrës, por edhe në transmetimin e flukseve nervore. Lufton dhe kundër ngërçeve dhe gjithashtu merr pjesë në funksionimin e gjendrave mbiveshkore që rregullojnë stresin, si dhe prodhimin e energjisë. Mungesat më të mëdha të kaliumit vijnë si rezultat I konsumimit të tepërt të natriumit dhe të kripës përmes kripës së gjellës. Kaliumi dhe natriumi në organizëm janë në ekuilibër midis tyre. Përdorimi I tepërt I kripës së gjellës është I dëmshëm sepse prishet ekuilibri midis natriumit e kaliumit dhe përpasoj do të shfaqet hipertensione, shqetësime kardiake apo cerebrale, humbje të kalciumit gur në veshka apo dhe osteoporoz. Mungesa e kaliumit sjell dhimbje barku, ngërçe, vështirësi intestinale. Duhet të konsumohen ushqime që përmbajnë shumë kalium, siç janë ushqimet bimore, të cilat janë të pasura me këtë element. Ndërkohë, një burim tjetër I mirë kaliumi është dhe çokolata, edhe pse mund të duket mjaft e çuditshme. Shkencëtarët kanë konstatuar se kaliumi dhe kalciumi kanë efekte pozitive në presionin e lartë të gjakut. Kaliumi gjendet tek frutat dhe perimet e freskëta. Sasi të vogla kaliumi gjenden po ashtu dhe tek peshqit dhe disa perime me gjethe jeshile. Nevoja për kalium. Kaliumi është një mineral shumë I rëndësishëm për funksionimin e duhur të gjitha qelizave, indeve, organeve në trupin e njeriut. Pse kemi nevojë për kalium? Kaliumi ka rëndësi të veçantë në proceset trupore, siç janë funksionet e nervave dhe muskujve dhe mirëmbajtjen e barashpesës së lëngjeve. Nëse vuani nga shtypja e lartë I gjakut ose keni probleme me zemrën, marrja e kaliumit është mjaft e rëndësishme. Ekzistojnë fakte që kaliumi ul shtypjen e gjakut dhe rrezikun e paraqitjes së aritmisë. Edhe pse kaliumi nuk është në mënyrë direkte I lidhur me kolesterolin, konsumimi I ushqimeve të pasur me kalium mund të sjellë në zvogëlimin e nivelit të kolesterolit në trup. Disa nga simptomat e mungesës së kaliumit. Mungesa e kaliumit quhet hipokalemi dhe paraqitet kur niveli I kaliumit në trup është nën normalen. Disa nga simptomat janë lodhje, ritëm abnormal I zemrës ose siç njihet ndryshe aritmi, kapsllëk e të tjerë.
Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjedhime, vranësira kalimtare dhe rreshje të pakta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 12 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 30 gradë Celsius. Era do të frymë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 9 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 21 deri 30 gradë Celsius, Kukës 13 deri 18 gradë Celsius, Peshkupi 20 deri 23 gradë Celsius, Tiranë 21 deri 30 gradë Celsius, Durrës 23 deri 24 gradë Celsius, Kavaj 24 deri 25 gradë Celsius, Elbasan 19 deri 30 gradë Celsius, Berat 18 deri 28 gradë Celsius, Korçë 12 deri 21 gradë Celsius, Vlorë 22 deri 26 gradë Celsius, Gjirokastër 17 deri 28 gradë Celsius, Sarand 20 deri 26 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjedhime, vranësira kalimtare dhe rreshje të pakta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 15 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 25 gradë Celsius. Era do të frynë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 17 deri 24 gradë Celsius, Podujev 15 deri 22 gradë Celsius, Skënderaj 16 deri 23 gradë Celsius, Pej 19 deri 22 gradë Celsius, Prishtinë 16 deri 23 gradë Celsius, Gjakov 17 deri 25 gradë Celsius, Malishev 16 deri 25 gradë Celsius, Gjilan 16 deri 24 gradë Celsius, Ferizaj 17 deri 24 gradë Celsius, Kaçanik 16 deri 23 gradë Celsius, Prizren 17 deri 22 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.